Me vendimin e bordit ekzekutiv të partisë, LSDM përjashtoi Petre Shilegovin. Kreu social-demokrat Venko Filipçe thot se vendimi u mor me konsensus dhe se askush nuk votoi kundër, pasi sipas tij arritën në përfundimin se Shilegov shpërpjekur ta përçaj LSDM-n duke punuar për ВМРО-ДПМНЕ. На кој што ваков пад на ВМРО-ДПМНЕ до сега немало, а ние имаме раст, единствено нешто што може да прават е да делат партијата од внатре. И така да не ситнат, за да владеат така како што сака да владеат. Ние тоа нема да го дозволиме. Таква поделба се случи у 21 година. Во 24-та силна националистичка и лажна кампања, во 25-та година самиот Шилегов кажа дека он не работел за СДСМ. Për Petre Shilegovin, nisma për përjashtimin e tij nga LSDM është ngritur në kundërshtim me statutin e partisë. Ai bëri thirrje kreut të LSDM-s të vinë në organizatën komunale të partisë në Karposh dhe atje së bashku me antarësinë të diskutojë përjashtimin e tij, por edhe siç thoi ai, largimin e Filipçes. Përveç kësaj, Shilegov akuzon se udhëheqja aktuale e partisë po punon për ВМРО-ДПМНЕ. Кажав дека очигледно дека постои договор кој што договор предвидува СДСМ да биде во ваква состојба каква што е, да ги промашува упорно темите и да дозволи ВМРО-ДПМНЕ да истера 2 мандата за сметка на тоа да не бидат предмет на определени можни евентуални истраги или кривични предмети. Edhe Filipçe u pyet nëse vetë ai bashkëpunon me ВМРО-ДПМНЕ, por mohoi. Përndryshe, Shilegov në LSDM deri më tani ka mbajtur postin e nënkryetarit të partisë, ndërsa ka qenë edhe kryetari i Shkupit si kandidat nga radhët e social-demokratëve.